Çfarë mund të mësojmë ndoshta nga mënyra se si gëzojmë përmes ditëve të veçanta, përmes festave? Unë do të thoja që përveç se forcohen lidhjet mes komunitetit, është edhe pjesa e ruajtjes së traditës, por dhe e solidaritetit në mes njëri tjetrit. Dhe në momente të gëzuara, por jo vetëm, ne do të kuptojmë që kemi gjithmonë nevojë për njëri tjetrin. Dhe vetëm duke pasur këtë filozofi të menduari dhe të jetuari, mendoj që do të kemi progrese shumë të mira si shoqëri. Dhe e theti që do të kemi progrese shumë të mira si shoqëri. Jemi ne një shoqëri solidare? Jemi solidare. Jemi një shoqëri moderne, do të thoja unë, dhe kur themi moderne, jemi pak individualiste dhe jemi jo shumë me atë ndërgjegjen kolektive që e themi gjithmonë, ose përgjegjësinë kolektive, por le të shërbejnë festa të tilla, le të shërbejnë ditë të caktuara për të kuptuar që dhe për të rizgjuar ndjenjën e komunitetit dhe ndjenjën e solidaritetit në gjitha grupet shoqërore të shoqërisë shqiptare. Do të jemi ata që do duam të jemi dhe